jo mënyrë dhënshëm, prej një qershori 1300 biznese dilnin 3 lirë, bëni çka dush. Dhe në fund ka me bëni vend pa shpresë. Ky ka qenë një vendim jo i studiuar, jo i vendosur në komunikim ose me dialog me biznesin. Ju lutem, shtani ekonominë, shtani biznesin në provën shtetërore e Republikës Kosovës. Bizneset e Kosovës kanë alarmuar për gjendjen e tyre pas vendimit të ZRE-s për të kaluar në tregun e hapur për furnizim me energji elektrike. Sot, Oda Ekonomike e Kosovës hapi dyert për një takim me përfaqësuesit e bizneseve të sektorit privat. Kryetari i kësaj ode, Lulzim Rafuna, ka treguar se pse janë mbledhur bizneset dhe pritet të ketë protestat e tjera kundër vendimit të ZRE-s. Po, takimi sot ishte që ta bëjmë një vlerësim të gjendjes mbasi datës 1 qershor. Ju e dini që përmes mediumit juaj kemi kërkuar që të shtyhet kjo faza e 1 qershorit të faza e daljes në tregun e lirë, të ketë një tranzicion ose të themi në mënyrë graduale të dalim në tregun e lirë. Sot ishte një vlerësim i gjendjes përgjithshme, por edhe ka pas reflektim nga ana e institucioneve të vendit, u vlerësuar që nuk ka reflektim nga ana e institucioneve të vendit sipas kërkesave tona. Bizneset kanë filluar që ta ndinë pasojat e daljes thojza në treg të lirë dhe të gjithë ishin me kërkesën që në ditëve në vijim t'i takojmë anëtarët tonë dhe t'i diskutojmë për hapet e përfaqësueshme. Se e komentoni ndashtë vendimin e ZRE-s për të kaluar në tregun e lirë, a mendoni që është dashur një përgatitje pak më e madhe? Po kjo ka qenë ajo kërkesa jonë, se nuk është përgatit tregu për t'i nxjerrë bizneset ose për t'i ofruar bizneseve të dalin në tregun e lirë. Shikoj, nuk mund është mirë të dhënshme mi nxjerrë 1300 biznese pa pas konkurrencë, pa pas ofertues dhe pa pas, si them, çmim më të vogëlshëm se sa që e kanë pas deri më sot. Kështu që nxjerrja e bizneseve në treg të lirë, na peqim treg lirë, se s'ka treg lirë, këtu kemi një monopol, ti ke një kesko. Vetëm se piqimi të rregulluar ke nxjerrë në çmim që ta oferton 200 deri në 400% më shtrejt. Dhe ky ka qenë një vendim jo i studiuar, jo i vendosur në komunikim ose me dialog me biznesin, jo me përgatitje të biznesit për të kaluar gradualisht e po sot reagimin e Bashkimit Evropian, për shembull, që ishte që bizneset do të në mënyrë graduale me dalë në tregun e lirë. Jo në mënyrë dhënshëm, prej një qershori 1300 biznese dilnin 3 lirë, bëni çka dush. Pse më mendoni që e kanë marrë këtë vendim pas? Nuk e di pse e kanë marrë këtë periudhë, po është momenti më i keq që mund shumë për biznesin, për ekonominë e Kosovës dhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Rafuna vlerësoi se nëse situata vazhdon kështu, Kosova do të bëhet një vend i pashpresë. E për fund, ai ka disa fjalë edhe për ZRE-n dhe qeverinë. Po çdo rritje ka me shkaktuar inflacion, çdo rritje ka me dëmtu ekonominë e vendit, ka me ulë standardet njësor qytetarët të Kosovës dhe në fund ka me bënë një vend pa shpresë. Zgjidhja ideale do të ishte me ulë me bizneset dhe si më thonë, me përgatit një fazë të tranzicionit, gjatë kësaj fazës të tranzicionit e përgatit tregun, si licencon më shumë furnizues. Ju jap këto furnizuesve me bë oferta të qëndrueshme, oferta të drejta, dhe në anën tjetër edhe biznesi, se biznesi ka filluar me të madhe me investu në panele solare, në bateri, kështë dhënë mundësinë mu përgatit që me kalue me vullnetin e tyre në tregun e lirë. Po një mesazh që kishe pas për ZRE-n për qeverinë këtu? Mesazhi kishte qenë ju lutem, shtani ekonominë, shtani biznesin në provën shtetërore e Republikës Kosovës nëpërmjet një vendimi të mençur që do ta kishte mbështetur qeveria me një shumë që kërkohet prej 50 milionëve, duke përfshirë ndërmarrjet publike dhe ta pështojmë ekonominë, biznesin dhe ta mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës.